ky vend është i shqiptarëve dhe i gjithë atyre që dojnë të jetojnë në Kosovë të lirë. Ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftë drejt, ka bërë luftë për vendin e vet, për kombin e vet dhe për gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë të lirë dhe jo ne sot merremi si kriminal. EULEX dhe njerëzit e EULEX tentojnë që luftën shqiptare të Kosovës ta barazojnë me ordhit serbe çetnike paramilitare. Ne nuk kemi ata njerëz që kemi bërë krime, po ne kemi bërë vetëm paqen. Unë nuk kam çfarë më shumë. Dhosh Zoti se ata sa më shpejt vinë pranë familjes, shokëve, luftëtarëve dhe pranë vendit vetë, të cilët dhanë shumë kontribut për vendin vetë për më të shiruar. Kështu që s'kam çfarë shoj diçka më shumë. A besoni në jak? Unë nuk duhet besoj shumë ato hiç, po dhosh Zoti inshallah ka bëu atë kërkesë. Në 2020 kam qenë në Burg, me kon kishim dëgjuar në bodesë, s'kemi dëgjuar kur. Spres për Albin Kurti Azheni njeri që ju ka thonë, ju jeni me shku në Hag, shkoni në Hag, ky edhe shokët e tina apo simes e tina në atë kohë, Zot besoj në zënë të. Ky është mirë me kry detyrat të shtëpisë, mbrojtjen, më ndihmu mbrojtjes me parë, si cili ka bënë tavan çmimit të tyre dhe ka bllokuar edhe mjetet, kështu që nuk duhet besojnë to hiç. Ne nuk e kemi informacion policinë e Kosovës se kjo nuk është protestë, është demonstrat. Kjo një pak kënaqësi të vogël që kemi shpreh ne në pikërisht për 5 vjetorin e shokëve tonë që gjenden prapa grilla padrejtisht dhe ne kemi vendosur ato dyja që po aty. Ato vetëm me tregu që ne jemi në shaj të pakënaqësisë tonë, që kemi shpreh gjithmonë kundër gjykatës speciale që nuk bëjnë padrejtësi të mëdha. Kem pa që pjesa më e madhe e tyre janë dëshmitar të paguar ose të inkuadruar ose nga Serbia, pjesa e madhe e tyre që i dim që kanë qenë dëshmi plot atje. Ne si proces e kem shpreh pakënaqësitë në shumicën e raste ku kem pas mundësi edhe me protestat që i kem organizuar edhe në Kosovë dhe jashtë Kosovë. Si proces ne nuk shpresojmë shumë ta në drejtësi. Ne ushtria shqiptare e Kosovës asnjëherë s'ka qenë kundrej drejtësisë.